Rigaja me zjarin tonë këtu në studio. Arsi Bako. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. E ke marrë vetën nga fitoria? Duke e marrë vetën. Ende në ato eufori në momentit aty kam përshtypja. Shumë urime, shumë komplimente. Je vetëm 21 vjeç, po kaq shpërthyese në skenë, një zë brillant, potent. Nuk e di, e fantastike. Unë asnjëherë s'kam dëgjuar të Arsi, sigurisht e kam dëgjuar. Me thënë drejtën asnjë kur, e merituar plotësisht. Si po të duket, unë e di që ta kam bërë të gjithë të pyetje, qoftë në media, apo qoftë edhe në njerëzit miqtë e tu, por realisht, Arsi, kur e fitove, kur e mori çmimin, çfarë mendoje edhe në ato momente? Ose kishe një parandjejmë natën finale? Një parandjejmë natën finale që okay, mund edhe natën finale edhe e mendova pak, sepse thjesht njerëzit që ishin pjesë e festivalit dhe të tjerë të jashtëm, që të me thënë, pjesë e radios që ishte aty në Kosovë, po më mbushin në mëndin që unë kisha një shansë, se deri në ato moment isha shumë e lumtur me këngën, po nuk përse po prisje, okej. Po mendova një këngëtare e re nga Shqipëria që shkon në Kosovë, okej, do ta pëlqejnë, base bën përshtypje, po jo të shmim të parë. Po, se e mësuar në Shqipëri. Pse zgjodhe pikërisht festivalin e Kosovës? Çfarë të bëri të shkoj atje? Faktikisht ishte bashkëpunimi me Gjergjin që më çoi në Kosovë. Gjergj Kacinarin? Po, me Gjergj Kacinarin. Kemi folur bashkë muaj përpara festivalit dhe tham a bëjmë një material edhe specifikisht ishte planifikuar për në Kosovë. Edhe, në fakt kemi bërë 2 materiale për në Kosovë. Nuk e di njëri a ka dalë ende apo jo, po që kemi në plan të edhim, sepse janë 2 materiale shumë bukura. Po që shumë fillim, kemi që duke diskutuar së bashku çfarë këngë do jetë, çfarë zhanri, për çfarë do flasim. Kështu që ka qenë një proces ku dhe unë jam ndjerë e përfshirë që e kam shumë të rëndësishme si gjë që ti jem pjesë e këngës, sa do pak, po thjesht ta ndjej një gjetimin brenda në këngë. Edhe në procesi na ka vajtur shumë mirë, me Gjergjin shkonim të dy shumë mirë, si në studio, si jashtë saj. Ishte një programim për të synuar tregun e Kosovës, apo një mundësi e mirë edhe për të shfaqur veten, edhe për të marrë ndoshta atë që meriton krahasuar me Shqipërinë? Domethënë, çdo festival ka rëndësinë e saj, vlerën e vet. Dhe duke qenë se ky i Kosovës ishte vetëm në vitin e 3. Unë e pash edhe si një mundësi për të shfaqur unë në një treg tjetër, po gjithashtu dhe për ta testuar pak si është qasja në një vend tjetër. U duk. Që me shkeljen e parë. More përgjigjen. More përgjigjen. Çfarë tha Gjergji pas fitores? Do të thënë, po ai çfarë mendonte? Vetëse urime. Po. Ose para se të niste finalja, cilat ishin pritshmëritë e ti? Nësa kuptova, as Gjergji nuk ishte pritshmëritë, në rritë të dyve si surprizë. Po, të dy këtë thamë që po shkojmë në Kosovë, që të na japin ne. Po, ja që ishte me meritë, të më thënë. Këtë ja mund të them unë këtë, po të gjithë pjesëmarrësit e tjerë kanë rënë dakord me çmimin, nuk ka patur kontestime. Dhe mbi gjitha në finale ke qenë përballë Florent Abrash, pikërisht. Këngëtari. Dhe unë po e ndiqa faktikisht edhe thash, unë Florentin komunikoj vazhdimisht edhe më pëlqeu që ishte tha i bashkë me ty aty, po thash Florentin se kishte edhe këngën. Dhe aq, për mendimin tim, kupton dhe ajo më çoi drejt teje, thash, okay, përderisa janë këto të dy, mendoj që ta marrja Arsi. Po edhe shpreh të tiri, kur ishin të dy ballë për ballë, pra kur ishin ballë për ballë me Florent. Florenti ka qenë shumë pozitiv faktikisht. Dhe ishte çmenduri për mua që dilja në vend të parë para Florentit, po që që ndodhi. Ti ke fituar një çmim tjetër. Po, kam fituar qytetit. Çmimi i qytetit, po. Ky ishte akoma edhe më i çmendur se çmimi i parë. Se thash, okay, mora këtë çmimin, jam shumë e lumtur me kaq. Dhe kur dole me vrap, thash iku kjo. Nuk e di, është ndër, tani ma bëjnë ande nga Prishtina, tani e jona, hajde këtej. Shika nga Prishtina. Si e ke festuar fitoren? Kë ke pas afër aty familjarët, grupin? Kam patur mamin, babin dhe 2 vëllezërit e mi, në lam në shtëpi se merrnim dot me vete, por që më kanë ndjekur nga televizori. Edhe kam djuar duke bërtit mamin të parë, në thënë kur u dha çmimi, pastaj vllajin e vogël, edhe janë gjitur me vrap në skenë. Pasi unë pyllë shfaqet, ka që të lumtur sa nuk e di. Po unë për vete, atë ditën brapa kam thënë vetëm, ua çfarë të merri,
What's për mirë. Nuk e besoj e nuk e ende, pra. besoj. Se besoj do të na thëni çka pak më parë, që babi yt kishte thënë një fjali. Çfarë na bëre moj Arsi? Në ç'kuptim çfarë ju bëri? Ju mbushën Se nuk e prit. emocione, ju bëri Thjesht është pjesa e kalkulimit tani, çfarë do ndodhi mbas kësaj, çfarë do ta pasoj, çfarë arritje tjetër do kemi. Edhe nuk e dim akoma, jemi akoma duke sa suportues kalkuluar. janë ata ndaj të Arsit? Pafund. Është e dukshme, por Ata janë arsyeja pse unë jam këtu ku jam, sepse unë e di shumë mirë, kam miq të tjerë që janë mosha ime, që janë në muzikë, po nuk e gjejnë suportin e plot të prindërve të tyre, apo do me thënë duan të fokusohen te diçka tjetër, sepse muzika është pak shumë e rrezikshme, në sensin që ja ecën, ja secën. në siguri, sepse konkurenca sot është e fortë. Por ne kemi edhe festivalin në fund vitit, i ke marrë pjesë vitet e mëparshme. Këtë vit çfarë ndodhi? Unë aplikova, po nuk u përzjodha. Kjo për Një arsye diçka nuk është se ju jepet kur nuk pranohen, thjesht kur dalin njoftimet aty e kupton që nuk je. Ka qenë vërtet shumë pjesëmarrje e madhe, duke qenë se vitin e kaluar Shkodra Elektronike dha një shembull super të mirë, edhe krijoi lirinë që çdo kush të aplikonte, domethënë, sepse dhan shembullin që mund t'ja dalësh edhe duke mos u njohur paraprakisht, duke mos e pata të famën aq të madhe. Dgjoj, dhe ti edhe tek e jotja, do të thënë tek pjesëmarrjotja në festivalin e Kosovës. Kështu që unë mendoj që kemi arritur një pikë tani ku festivalet promovojnë, i dëshirojnë artistët e rinj dhe i japin mundësinë dhe i ndihmojnë, sepse ai çmimi realisht për ju do të thotë shumë, ju që jeni në fillimet tuaja. Por ja, unë bën një derë u hap një tjetër gjithsesi. Ars, duke qenë se ti ke marrë pjesë në disa festivale, edhe këtë vit në Kosovë, bën një lloj krahasimi dhe një lloj diferencë mes festivali organizimit të tyre? Unë mendoj që këtë vit ai i Kosovës, për sa i përket skenës orkestrës, pjesës skenike, i përafroi shumë tonit të në Shqipëri. Edhe unë jam befasuar, domethënë nuk e prisja se që tek provat kishin krijuar një sallë me atmosferë shumë të bukur, domethënë të gjithë, edhe këtë e kishte më të mirë, kam përshtypjen që në Shqipëri që nuk ndihej aroma e keqe e garës, domethënë e armiqësisë ndërmjet konkurrentëve. Ishim të gjithë sikur po merrnin pjesë në një festë të përbashkët edhe kishin për të performuar. Dhe kjo më ka shijuar shumë. E ke shijuar më shumë se në Shqipëri. Po çmimi ishte simbolik apo kishte edhe një pagesë? Tani Gjëra interesante që secila nga këngët ka çmimin e vet, siç ka edhe këtu në Shqipëri pjesëmarrje. Okej, çdo konkurrent merr, po. Përveç asaj unë kam marrë dhe një medaljon që ka një vlerë. Ishte një diell, si diell duke e medaljon? Ishte me një simbol i lirë, që përfaqësonte vazhdimsinë e artit edhe kulturës, që ishte shumë e bukur edhe. Duket se kishte edhe një gjë me diamant, me sa mba pa. Me 62 diamant. 62 diamant, shiko. Real, do me thënë. Nga Flori Diamonds, që i falenderoj shumë. Çfarë do bësh me atë trofeo? Qa ke ndërmend të bësh? Do ta ruaj. E sigur? I kam vënë mbi piano. Po, do ta ruaj. Do ta ruash? Po, ku e ruan? 62 më vaj, shiti gjysma pak. Shiti një dysa për të thënë. Shiti gjysma. Fantastike. Festivalet në Shqipëri tani nuk kam, ose kam mbaruar, niveli, nuk do të shohim. Se di vitin tjetër. Vitin tjetër, se këtë vit. Jo, më pse, e bën me istat tjetër tani? Kjo është gjë e bukur, do me thënë që do më ngeli në emër një titull i tillë si fituese e festivalit të Kosovës, dhe kjo është gjë që akoma po më godet vazhdimisht, do me thënë. Jo, dhe është një përgjithësi tani që duhet ta mbash, duhet të jesh gjatë kohës. Rritet përgjithësia e tyre. Jo vetëm se ishte arti këtu dhe fitoi arti të vit. Po mendoj që paktën të tradicionet që ka bërë të këja, mendoj që përfundimit, pra çmimin e parë kanë marrë përgjithsisht njerëz që e kanë merituar. Stil ndryshe, bikushe, se unë e thash edhe në fillim e komentova me vajzat kur bën prezantimin në mëngjes. Edhe Arsi e ka atë, domethënë e merr këngën e sjell, e bën të vetën, ka një lloj stili të vetën. Kështu që kënga është shumë e bukur, pse jo, domethënë. Po në Shqipëri duhet, me sa duket, duhet edhe pak kohë që të kalojmë te kjo faza. Do vi momenti se po, se edhe... Jo, mendoj që vjet ndodhi me Shkodrën, e tha dhe Arsi. Solli një frymë dhe... Ka ndodhe edhe me, më thuaje, emrin e asaj kosovare si fitoi, Suz.
Rona Shliu, dhe ma të ka ndodhë, por probleme që janë në raste që ndodhin me dhonë, në kuptimin që publiku Ja të insiston shojmë që... të vit të tjerja do e marja ishe meritonë. Uraj. Po të kënga magjike, nuk e pe këtë vit arsyeshme? Vjet ke qenë pjesë. Unë doja të isha pjesë, po thjesht nuk pata materialin. Kjo që arsyeja pse nuk futa. Dhe nuk doja të futesha me një këngë Që nuk të pa, oke. Të ishte më lartë se ajo e vitit ka. Prap janë shenja mendoj unë këto të gjitha. Faktikisht s'ke pasur material, ose s'kesh bërë diçka. Ka qenë e shpërtur që ti të bëri ta kishe fokusin vetëm tek festivali në Kosovë. Po tani çfarë presim nga arti? Projekte, do angazhohet? Mos bëj pushim tani. Jo, se është pika kulminant tani që duhet të vazhdoj ajo. Unë dua të nxjerr disa këngë të mijat. Nuk kam akoma një gjë që ka nis, një proces që ka nisur. Po sa më shpejt dua ta shtyj unë atë procesin që të nisi. Edhe unë kam disa këngë të mia sepse kompozoj, po nuk kam gjetur mundësinë dhe mënyrën se si dhe orkestruesin për ta sjell ashtu siç e kam unë në kokën time atë materialin. Po, mund punosh me Gjergjin mbase tani, duke qenë se kjo gjëja ishte përmbar. Shumë mirë. Rezultoj e suksesshme, kështu që e sigur që do të ecë bashkëpunimi. Jemi më së gati për të dëgjuar pak zërin tënd për live. Pike mëngjesi, torturë, di, po ti s'tua do t'jo, se e goce mirë. Mirë, në rregull. Qa do këndoj mirë, me që, se unë jam bë kështu si makineri, futat e lekun edhe të këndoj. Ti të regonë artistin që jemë. Po mirë, unë mundohem shumë, thjesht nuk duhet dalë bluff, si të ja. Nuk del kjo, ja del gjithmonë. Mua në mendje më erdhi Englishman in New York. Okej. Okej. Bravo! Fantastike! Ky zëri yt. Po. Super shumë, sepse je shumë e talentuar, e meriton çdo gjë që ke arritur deri më sot. Unë kam thënë viti kur kam qenë unë që kënga jote dhe kënga e Tirit kanë qenë preferuarat e mia. Ashtu e? E kam thënë gjithmonë që Arsi do E kam thënë gjithmonë. Ma kam mbështetur gjithmonë të falenderoj shumë. E meriton të thash. Kështu që ke stilin tënd unik edhe di që do je gjithmonë në atë ujrat e tuaj që vetëm ti di si. Këtë nuk do ta bëj kompromis as pak. Dhe dalim tek ajo që po fliste më herët tjerë. Jam ashe 21 vjeçare. Si çka ka bërë gota? Rimne. Shaka. Ti ku ka fituar The Voice? Sa ka qenë ti ku ka fituar The Voice? 21 kam qenë. Perfekt. Po duhet kishe qenë më i vogël pra. Nuk quhet, po. Shaka Arsi, faleminderit shumë edhe shumë suksese në çdo hap dhe rrugtim që ti do kesh. Do na kesh fanca, kjo është e sigurt. Mirë, ikim kështu ambël me Arsin, ikim në reklama dhe rikthehemi pas pak me disa gjëra kështu alarmante që po ndodhin nga fizika.